Aksioni ndaj informalitetit ka rritur ndërgjegjësimin e bizneseve për tu regjistruar pranë administratës fiskale. Kjo pritet të ndikojë edhe në të ardhurat e buxhetit të shtetit, sidomos në regjistrimin e të punësuarve të cilët vetë deklarohen. Sipas burimeve nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, rezultatet e punës në luftën kundër informalitetit janë të prekshme dhe ato duken në statistikat e tyre në rritjen e tatim-paguesve të rinj të regjistruar gjatë vitit 2016. Janë rreth 15.600 tatim-pagues të rinj të regjistruar gjatë vitit 2016 nga rreth 1.100 tatim-pagues të çregjistruar. Gjithashtu ka një rritje prej rreth 94.000 të numrit të punësuarve që paguajnë kontributet të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Nga 512.000 që ishte ky numër në qershor 2016, në dhjetor 2016 ai arriti në 606.000 kontribues. Efekt pozitiv ka patur edhe në ndryshimin e përgjegjësive tatimore të tatim-paguesve. Sipas statistikave të tatimeve, si rezultat i kësaj, është rritur baza e tatim-paguesve të TVSH-s me rreth 1.800 tatim-pagues gjatë 6 mujorit të dytë 2016 dhe me rreth 550 tatim-pagues vetëm gjatë muajit janar 2017.